Përshëndetje dhe mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Joana. Dhe si gjithmonë kena producentin ton Elvisin mrapa kamerave. Të pas parasysh se jena në festat e dhëtorit, kena vendos që edhe sonde me fol për festat, emigranti dhe festat. Dhe mendoj që kjo temë na përket gjithëve ne, jo vetëm ne emigrantave, po edhe ju atje ku jetoni, sepse fatkeqësisht jena si të ndamës, nuk ka familje në Shqipëri, në Kosovë, në Malci apo në Maqedoni që nuk ka dikën të emigruar dikën jashtë shtetit. Shumë e vërtet kjo që the Mark, sepse edhe na jena pjesë e asaj, na jena ata të largumt, edhe kur në fakt më kthy pak në vite, unë kisha thënë që kur erdha unë në Amerikë, edhe vitin e parë ishte një tmerr. Edhe sa mu dha mundësia, kisha vetëm 6 muaj sa erdha në korrekt, sa mu dha mundësia, kur mora vesh që mundem për me shku, prejva bileten edhe mu duk se mujta me marë frym, sepse thosha si ka me kalu pasi njeri, se kur erdha unë të pakten, s'kisha kërkandin. As një pjesëtar të familjes. Duke veja si i vetmum. I vetmum edhe thuja, është ndoshta festa fund vitit, është një ndër festat më kryesore, edhe është shumë e vështirë mi kalu vetëm. Ashtu është. E të paktën ti ke pas mundësinë që me shku, po sa njerëz e kanë pas dëshirën, mallin e gjithçka, edhe s'kan pas mundësinë me shku për arsye të ndryshme. Disa ka herë ndoshta e kanë pas mundësinë financiare se kanë punu aq shumë sa i bilet kishin mujt me e ble, por nuk kanë pas letrat. Sepse aja puna e letrave dhe dokumentave është një plagë që vazhdon kudo në emigracion, jo vetëm në Amerikë, është një plagë e pamyllur. Vazhdojnë njerëz edhe sot që nuk kanë letra edhe nuk kanë mundësi me shku me i bë festat me nanën, me babën, me njerëz të zemrës. Eja është e vërtet me të drejtën se pa me diftu ty se që punova për 3 javë, gjeta në një, se kur kina artan, s'kina ba punë presidentash. Normal. Edhe me thënë Puna nërë, nuk ka rëndësi se çfarë do i punë. Kam punu në një vend ku ishin shiqin ato makinat, edhe me bakshu gjanat vogla aty, 3 javë, modesht e bana llogarin, thash se do ishin kështu në sezonale, vetëm për festa. Edhe thashën, am dalin 3 javë, me 4 javë, 3 javë me pagu bileten, edhe javë me pas pare gjepit, se njaq kishin mundësin, dhe me thanë, por është e vërtet se dokumentat i kisha une, po është aja tjetra që a ke financat, por kur e ke ma shumë dëshirë, thamë që çdo gjë i gjehet mënyra. Ashtu është, mënyra është një ndryshim i madh kur vjen puna të festat. Emigrantat sot janë ndryshëm, emigrantat në kohën që kam ardhur në vitet 90. Në vitet 90 ishte shumë i zorshëm edhe komunikimi me familjen. Unë i kujtoj familja jeme për shembull do të më shku te kujshia që kishin telefon, më në rrall, me orar, se vishin tan kujshia, me fol me njerëz, me djemt dhe me vajza që kishin jashtë shtetit. Edhe gjithmonë kur vite rralla mu me folë, se me thanë, si je maj nanë, si je marë babë, na thoshin nana baba, edhe ma nëjna urime feza, ata për i zoti marë, ati shala kalan mirë, kurse muhabetet e fundit gjithmonë ishin ata lëtë ma nëj, kja të nana, kja të baba, kja shaon, sepse e kuptoshim se jena kashk lërg, edhe dhe me thanë jetoshim një anër të pa njoftën. Festa na bate me reflektu, dhe me thanë taman me një atë mungesën e familjes, edhe familja me një mungesën tonë, sepse gjatë vitit, puna, jo me shku me punu, jo me pagu, dhe me thanë i gjeda shpejt të në emigracion, si me thanë, u mësoshim i fje, na bate me harru, por kur vishin festat, ma nëjna, aja ka kënë momenti ma i vështirë. Po, e kuptoshe se të mungon familja, sikur na emigrantat, po gjithashtu edhe familjet tona i mungoshim, ishte shumë e vështirë për ta. Në fakt du me thonë një histori që më ka në këtë kohë, kur shkova në Shqipëni, se të folti, dhe me thonë në ato fjalë më merdhja i kujtimi, dhe pse erdhëm në Amerikë, thash, prap fukara, dhe
kisha bë paret e biletave, më kishin met edhe 2, kur I thojnë 2 lekë për parë xhepit, dhe kisha shku në dyqan 2-3 herë për me pa I pal këpuc. Pse du me shku në Shqipni të pak të pak to. Me këpuc të reja. Mas shkaj me këpuc, dhe me thonë vjetra, pa. Edhe shikaj këpuc për vedi, po kishim Elvisi ishte alon Shqipni. Edhe se kam pas ma... Do t'i për Elvisin. Ja, pa e kam pas I fije kështu pik ma dupë, se ishte dhe Elvisi edhe Albani, të dy ishin Shqipni. Si ishte viti I parë. Elvisi ma I vogli, me majt me hatër. Elvisi ma I vogli, si Gjohana, si ti Gjohane. Edhe zete vend ma pak puca Elvisit në valigje, kishe ma kullaj me marë. Edhe, po jo, histori në fakt gjdo fund vitit, kisha thënë Krishtlindjet bajnë atë mrekullin e vogël. Edhe 300 herë kisha hinë dyqan. Më kishte pa jashqitësja, ma më njifte memen me mjemen. Dhe pikë të fundit mora këpuc të Elvisit. Mora këpuc të Elvisit, e shkova, u ktheva, si me thonë, mas 2 javëve, dhe thashëm do të keni ranë seltër, se gjithmonë ata janë shqitjet mas fund vitit, a thash, hajtë se nështë po bëhem marë këpuc për vedi. Kur shkaj, më thote, erdhe, thote, kam një dhurat për ty, se s'ke kanë këtu për Krishtlindje. Thashën, për mu, më thonë se mje fasën tjenë, prej thot, shkanë më ranë pa bjenë kutin, edhe mi kishte vleja një dhurat këfuzë, më thanë, kur thot, njeri zbahet I varfën kur jep, unë dhe më thanë thashat edhe jam thashat, po prap mi pruni zoti, më ranë pa, kja ishte një kujtim që se harajkor Krishtlindjeve. Po, ashtë, si e thash parë, ashtë një ndryshim midis emigrantave të sotit, se emigrantat sot, ndoshta nuk shkojnë shpesh në varë se ku janë, por kanë komunikimin me telefona, mundesh me pa nanën e babën telefon tanë, të rasin, është shumë ma kullajt sa të kontakti. Atëherë, kur ishim na, vitet 90, kishim shumë të vështirë me kontaktu, sepse s'kishim telefona, nuk kishte celular, kishte vetëm... Jo, kena thonë, kena përmendë të episodi parë, mirë se ishte telefoni, po ka kena $5 minuti. Po, manejna... I premtoshin, ishte aja, familja na pyqin gjatë tanë vitit. A ke marë për festa? A ne thonë, ka më mundu, dhe më thonë, ishte shpresa, amalla, e nanë, e babës, e familjeve, apo I vjen vajza, apo I vjen djali, ishte dhurata ma mallë, sepse kena thënë edhe herë që ata ushimet, pse kena kënë fukara për festa, e kena mladë diqa. A del ma shumë. Tane kanë pasat të sholine. Gëzimi ma e malë ishte, për shembull me ardhe migranti, me të ardhe djali në shtëpi, me ardhe vajza në shtëpi, mu taku me nanën me babën, sepse e largësia batet vetën, largësia është edhe sot një plagë e jona që për festa e vuj njerëzit ma shumë. Edhe uraj që këtë dhjetor, këto festat dhjetorit, të kenë pas mundësi emigrantat mu këthyn shtëpiat veta, por edhe ato që jetojnë atje më ardhë ku jetojnë emigrantat e mi festu festat bashkë, se s'ka gja ma bukur. Ne gjithmonë përmendim këta kohën ka herë, kur kena ardhë na shumë vite ma përpara, dhe duke sikur... Onë sidomos, nga që ka marrë ka herë. Duke sikur emigracioni ka kënë shumë ma nëshe, por mendoj që edhe sot emigracioni është prep me të njëjtat halle, pavarësisht se shifen tesh me telefona edhe me fotografia. E ka herë, tham, ka post mirë edhe të keqen e vetë aja me letra e me telegrama. Pse? Sa shumë ma vështirë kur e shef nanën të kjatu në telefon direkt të aja skrina telefonit. Sikur dhem ma shumë. Dhe më thonë janë këthy këta përqafimet, këta urimet të i shef me telefon, po prep dhem. Edhe mendoj që emigracioni edhe festat ishin dikur ndoshta pak ma vështirë se si kishim këta gjanat, por edhe sot është shumë vështirë sepse ke shumë njerëz që jetojnë edhe në Amerikë, edhe në Europë, që nuk munden as sot me shku, me vizitu vendin e vet, shtëpinë e vet, print e vet, sepse nuk është as Europa ma si ka ken. Kështu që vazhdon e njëjta gjë edhe sot në 2025. Kisha thonë që Evropa e ka pak më të lehtë se ne, sepse ndoshta e bani fije me një trena, me një makina, me një autobusa, e gjeni lloj mënyret, në veç me shku me natë. Jo, vetëm ajo, është edhe më afër. Është më afër, por ndoshta edhe biletat janë më lirë. Biletat janë më lirë. Marë për Italijet, e për Zvicrët, e për Gjermanijet, e për Anglijet, vjen edhe me $200 biletën më avion. Kush? Edhe më lirë. Jo, më të thojnë ka herë kështu. Ndoshta në sezon. Të na është një fije më shumë, po përsa në Amerikë mendohet se fitohet më shumë, po është zor me kurshylla në Amerikë. A di çfarë më kujtohet diçka tjetër? Mirë këta që nuk kanë mundësi me shku për arsye të ndryshme.
se këta arsynat kanë me ekzistu gjithmonë. Por fatkeqësisht ka edhe njerëz, shqyqyr zotit që nuk janë shumë, që ja ka marrë mend leko në migracion, kanë vu 2 lek, edhe i duket se kanë pushtu botën, edhe fatkeqësisht nuk i bjen mend as për njerëz të vet. Ka edhe për atyne. Kja është mallëmshme. Se kanë mundësinë e nuk shkojnë. Këto bi dakord me vajzën. Dakord, nuk ka se zbi dakordohen, po ka raste, gjithfar raste shka, edhe kjo që thot Gjona është e vërtet. Kjo s'ka justifikim. Por jena në muj festash, ta bëjmë fihe ma festive. Po, dhe kjo ka lidhje me festat. Edhe bardha dhe e zeza. Kjo dhe kjo ka lidhje me festat. Dikush e dëshiron me shku, edhe nuk e ka mundësinë. Dikush e ka mundësinë, edhe nuk shkon. Kjo s'ka justifikim. Po, une kam pa thani herë për para dhe shokëve të mi, ka shumë vite që emigracioni në ka ba mirë. Pse në ka ba mirë emigracioni? Sepse emigracionit, çdo shqiptar që është largu për vendit vetë, ka në emigracion, ja ka nxjerr fytyrën e tij të vërtet. Emigracioni ta nxjerr fytyrën e vërtet, tamam karakterin që ke, fytyrën që ke, njëja që ke të nxjerr emigracioni. Sepse në Shqipëri, për shembull, aty me kujshine, me ilakate, me kushnjt, edhe mundën njerëzit me mshë veten. Munden më sjallë se jo jam i dhimbshëm, jam i dashtën drejtore, sekretare, një në tjetër, po në emigracion është kaq shumë përplas tjetër në emigracion, sa që nuk ke ka shkon pa nxjerr fytyrën e vërtet. Prandaj që këta individa, këta njerëz, gjithë secili është për veti. Por kisha më thënë një diçka tjetër për punë të festave, që emigrantat ka lezet shpirti herë që në të pa videot në për Shqipni e në për Kosovë, që janë të i zbukuru qytetet edhe zonat për festa, ka marrë një frymë shumë të bukur. As zbukuru dhe vite tjera, por për të vjetë edhe ma shumë duket mu. Po. Adena është një diçka bukur. Por, edhe emigrantat, kudo, si në Evropë, në Amerikë, në Australi, edhe ata janë të umlellë në për shtetet, në për qytetet ku jetojnë, janë të bashku shqiptarët, njëri me tjetrin, të festu në mënyrën dhe në traditën shqiptare, me flamurin shqiptar, me këngën dhe me vallën shqiptare, me ngjyrat kuqezi, se e dina se flamuri jonë, flamuri më i bukur në botë. Edhe me rini, me pleq, me tëna moshat, dhe kjo aty ba festat edhe matë bukra me nëjën, si për emigrantat dhe si për shqiptarët kudo qytet. Që në ardhi dita për me shku e me festu ka që shumë në vend tonë, shqyqër. E shala për çdo vit e ma shumë. Me qenë se s'mlatës njeni me folë, unë po këthejmë aty ku deshe. Kësa jo prepë, kena ko. Desha më këthyt pak prej tonës dhe pak prej gjohës, thojnë që ndash me japon ngjyrat e vërteta një njeriut, jepi pak fuqin dorë. Jepi lekon, jepi atë pushtetin, edhe në vend i del ngjyra. Por unë mendoj edhe këtë tjetrën, se shumë njerëzit nuk ndryshojnë. Nuk ndryshojnë se njohim shumë njerëz që janë, nuk i kanë ndryshu as dhimbja, kur kanë kënë në dhimbje, prep kanë kënë ata njerëz të mirë, prep janë mundu me ba mirë, edhe nuk i kanë ndryshu as leko. Janë mundu që me ndihmu, janë mundu me atë mirënjohjen, kërshi Zotit që ja ka dhënë ndoshta një jetë më të mirë. Leku nuk ndryshon, po nxjerr ngjyrat e tuaja të vërteta. Patjetër. Edhe domethënë, nëse ti deri tesh, ja ti, po ai person domethënë e ka mlua ata ngjyrat e tij të vërteta, sa i ka rënë dorë fuqia ose leku. Pa i ka kënë gjithmonë ashtu, edhe përpara. Se kanë sa të më duk, jo dy ose më kanë të folë për mua, pse jam super milioner. Jam milioner. Ty ta po të kapi me emisionin tjetër, ja këtë. Jeni të film. Sa mirë kuptoj që e kina për te. Ja, po sinqerisht, unë e moj me të vedin, disa ka pas raste që janë kënë festat, e mu më të është më shku në punë. Vedja në makinë, në ekspres, dhe më thanë, kopsha një të rishtim të rëpë, pëse marë zat jem më këto? Pëse marë nuk jem atje në vend tem, me nane, me bob, me fukara lejkon tem, me jetu atje, adin? Pa mërësi se edhe na këtu të shti, kena kushtet e festojmë bukur, kena edhe njerëzit tonë, po ka njerëz, ka emigrantat që Allah janë vetëm në për rrugët e botës, ka emigrantat që Allah nuk kanë me kemë umladh në për tavolina, me nesh goten, ose me edhe një orim dikuj. A kja është largë madhe. Nyshe edhe në anglisht, kur ta uron dikush Merry Christmas, është nyshe se sa me thonë për shumë vjetë këshnjelat. Absolutisht. Aja ta mush zarmën.
Por prep, adin, mendoj që emigracioni ka të mira të këqija të veta, por edhe me festa, mendoj këta vitet e fundit, emigrantat janë më mirë se kanë qenë, sepse kanë më mundësi me shku më kthy të familjet e tyre, ose familjarët më ardhë, sepse kanë bërë bashkime familjare, kanë edhe dokumenta më shumë, Janë hapë edhe rrugat më shumë, ashtu më kollaj me marr viza kush nuk merr viza. Për shembull në Amerikë kanë shumë e vështirë me marr vizë në Amerikë. Po në Europë nuk ka nevojë për vizë më. Votojnë tani. Kurse sot për shembull në Amerikë janë të shumë njerëz prej trojeve tona në Amerikë me viza 3 vjeçare, 10 vjeçare. Kjo ka bërë, si më thoni, fije këtë plagën e emigracionit, i fije më të lehtë. Sepse kena mundësit me i festu me familjarë tonë. Mu personalisht për shembull, sande mu vjen motra për Shqipënijet, edhe njëna tanë mirë. Pse? Pa festojmë tanë bashkë. Dhe këte janë për shembull si familja jam e vetëm, po ka shumë familje që sot presin, këta ditë presin familjarët e tyne, ose mi shku, ose mi ardhë. Edhe prandaj festa ka atë dashnin mërën, ka atë reflektin, si me shku mirë njëri me tjetrin, si me dash njëri tjetrin, sepse dashnia është vetë këna gjë, kena thënë disa herë, që mundet me shëru ose me bashku çdo njeri, çdo zemër, sado larg apo afër që janë. A thojmë në gjë? So gjatë ke fillu vaj folë sonë të vërë? Sande jam i fije fëmzum, po në thale sa hati. Në shka i vonë. Jo, kam haru mi qitë me hangër qenit. E di gjo, hajë nesë, vërda. Nese, kjo ka hallin e qenit. Në kina hallin e njerëzve të shpis. Të shna hupe edhe filin me këtë darken e qenit, por unë kisha thonë ti lam këtë vitin, se me qenë se jena në Prag, edhe pak dit në ndojnë, dhe më thonë, prej mydhjes të 25, po i lam tanë këtë barën e 25 i herë, ta lam i herë mrapa, edhe i shoh dhe s'marri mas i dronës me vedi 26-ën. Ja, ma i të na ja, se kina poslet dhe gjonat mira që na konollë, të ishtë të na zdëna mino. Ja, dhe më thonë, qatë jetë mira, mi martë të na me vedi, po qatë jetë këqia as njane një herë. Ja, këqijat, ja. Këqia do na me lanë mrapa, sepse me të thonë drejten, duhet me menu viti ri, kapitulli ri. A ka mundësi me shkru këtë kapitullin e ri në një mënyrë sa më të bukur? Njerëzit është përgatitja për më bë planet për vitin e ardhshëm, sepse çdo njeri bën plane. Dikush thotë du mu dupsu, dikush thotë du mu gjithmonë kë. Jo, dikush thotë du me ndrru punë, dikush thotë du me gjetë shkollë, dikush thotë du me bë hap një biznes, janë ëndra, është viti i ëndrave, çdo fillim ka. Edhe mendoj që du më thonë natë po. Çka më kanë manjola ja ëndra jo. Ja ëndra po dëshia jo me fillu vitin. A ki vu vetin e gjapo? Po ta diftejtesh. Po ta diftejtesh. Çka du me marr në 2026? Ja me marr, po çka ke dëshirë se me marr nuk e di. Ne gjatë tha Gjona tha, duhet me marr edhe në gjatë për 25. Në gjatë mirë. Okej. Dëshirë po diftej se çka po marr për 25. Çfarë do marr për 25? Për 25-ën Odin podcast here. Po mirë, më këtë dina. Ose podcast nuk e shku ku në herë, ja 2026, po. Na kena mend, po s'dona mi thon sekrete, se kena mend me. Po ali të shti se uda i të shkoli. Do me bë revolucion. Ja Maria, po i të shkoli, e kena beb duhet për me rritë me. Kena. Po një gjë, ky ishte gëzimi i 2025. Pa pra lini Oda. Na jena të rrit me ndihma. Ja kena pru. No. Jena të arrit me ndihma se çdo njeri që na bën koment, çdo njeri që na nep kompliment për tonë Evropët, për tonë botët, këta është ajo që e rrit Oda podcastin, sepse ju jeni ata që e rritni. Mos ishte kanë jo, na kishim medito. 4 vetë, unë Elvisi, Gjoana Manjola, edhe ishim marrë njënë me tjetën. Po t'ju pas ju që na komentoni, na bani share, na thoni ose na pëlqen Marku, sa na pëlqen Marku. Ka kush me ndi Markun me pamet veç natë 4. Atëherë, na kena me vazhdu, sepse kena qefa, na me komuniku me ju. Në gjatë, peri këtë t'jep dorën. Ky ishte krahasimi më i bukur që ke bërë qysh se kena fillu me hapode. Në dorën. Hajde po. Në gjatë, se kishte i bukur në fakt, se primën kus jena në emigrantat, se sonde ishte dhe dorka emigrantave, jena gjithkon në përbot, dhe s'ka ma bukur se kur thojnë që
O, kënaq në të jëllni. Mirë, Manjol të mas mikse, ta bana parë një pyetje, më sa pa ta në përgjigje. Po pra se jena të gëzuj her për fëmijë që në goli 25. Okej, A keni vuri që i kena largu pak njëri me tjetrin, tash kanë fillu me lanë dorën, kanë fillu me shku më mirë. Që vleta, telegrame, Tash me gjana. telegrame. S'kishim rrugë tjetër unë e Elvisi, veç kjo ishte rruga vetme. Kam frikë se po harroj Manjol, qa është një diçka që ti për Pra se fillim jena të viti? gëzu alo për Po mi më djallë. gëzoja, po a kene i plan, Nej plana? si thonë këta, Nej plan me të thënë për drejtën. fillimin e me ndryshua, Me ndryshu dum as edhe një garbage plet që kam pas në 25-ën, mas me e kalu 26-ën. Ja, e kam fjallën harreda. Ja, një e kam është, fjallën po me ti. arrit, Adam- me arrit, Adam- jo, male. No, Po kjo është, unë si të t'im push, kuptu. për të mirë, push marr. në Ja, s'push, më nda tjerë se s'kam vetë në diplom. Me Gjithë lejnë kush njëra. din qa ka qef për veti. Kja Ja. mund t'ken qef diçka, se Unë e ke kam qef i fjallën, diçka tjetër. ne gjanë që da më ndryshu, a da më ndryshu Kjo është ndryshim i madh. a da më ndryshu makinë, a do thonë, nej, projekt, a da më nej, shnosh, a da më plan dupsu, që ke. Ja, a da herë, më jam- ndru në gjyrën e flokëve, a da me blina e kotoll bukur, kështu kam fjallën. Ja, S'ke ja. menu këtë gjala. jo, i kam mashallah të tëna. S'ke, Ja, no, s'ke veç bra. zdu me menu që kam menu 25-ën, Okej. zdu me marrë me veti 26-ën. Shatë dënë Veç zoti njëte, ta plotëson dëshirë. dhe pa me arrit ati qëllimit, jam, actually tash marrë pushkën bërgjë, dhe thëmë, Ja marrë për të zëtë në lënë se zdu. Në havamar, ma. Lëmë se zdu me një bërgjë. Në havamar. Po ti Gjan. Unë ka fillu me mhi friga se keni fillu me fol vesh me push. Po ti Gjan, a kene plan për me në banë e ndryshim në 2021 janar, dhe më ditë të parë të janarit, se më dhe ma vonë e dion, po ditë të parë të janarit. Nuk ka është se kam nej plan, kështu drejt për drejt, por nuk i dihet se gjatë vitit jeta bjen ka herë da gjana që ndoshta të ndryshon edhe planet. Po që kisha dashur me thonë është unë kisha i lutem Zotit me mi maj gjanat si i kam. E kaq. Shnash, Inshallah. jena tonë shnash, Mashallah. që Darë është gjaja Zotin, kryesore. Edhe i them Zotit shumë faleminderit edhe mi maj gjanat si i kam. Bravo. Kurse Elvisi i ka një 2-3 plane, por më ka thënë mi majtë sekret. Hajre ba zotin që se i manë Marko sekret se këti. Ne kena me... Unë orte e thamë episodin Ja, tjetër. mirë se ka fillu me e qitë da plane Po, edhe marrë me ndje sekrete. episodin Po, për tjetër. një të hajre ba zotin, Ja, thosh. edhe këtu në Michigan kisha Edhe me... atë në falë, hije i kontrolloj Facebookun Markut, kështu po që shkruan se a thu Marko na ka dhënë në sekret. Edhe këtu në Michigan për festa, si çdo vit, Joana, Manjola edhe Elvisi e din, po edhe emigrantat këtu në shqiptarët në Michigan, bëhen festa të ndryshme, na vinë këngëtar, artista prej Shqipënijet, prej Kosovës, prej Maqedonijet, prej Malësijet, edhe sinqerisht i nape një harmoni Po tjetër. po e festoni jo. I nape një harmoni, po nuk e di, s'kam bërë plan ala se... Ti na janë pyetën disa- ne, po Pa të përgjigjen sa ta kërë. No, pa kam fjallin që kur vinë, na bë një harmoni tjetër, Po. ne shqiptarve dhe na knash na kur vinë ata, i respektojmë dhe na respektojmë, por kam thënë një episod, du me thënë edhe sot, edhe nuk du me e përmend ma, ju lutem shumë, kushdo që vjen, prej Shqipënijet, prej Kosovët, prej Maqedonijet, faleminderit shumë për ju, do ju respektojmë, do vim, por mas hajdeni vetëm me kënu këngën shqiptare. Hajdeni që fëmia jonë të ndin këngën shqiptare edhe vallën shqiptare, por ju lutem shumë mas na hajdeni me na kënu në brek. Sepse kur kënonin break, me të thënë drejten, fëmia ndoshta i duke sa një gjë interesante, po ne na neveriteni. Na kena ball këtu vende me shku, me pa femna në break. Nuk kena nevojë me na arë për Shqipënijet. Na kena nevojë me na pru traditën, me na pru folklorin, me na pru muzikën dhe vallën e bukur shqiptare. Kena artistat mrekullueshëm që vinë, edhe herë ja u dina shumë për nerë që merrni rrugën, merrni mundimin marrë këtu, por i lutem shumë trim shqiptar, trim atë që kena qef na me majt, se për gjana tjera i kena në emigracion, i kena këto, na mundohna me hek fëmijët për aty në gjanave, ja me i fut fëmijët. E zgjat e fije shumë, po derisa me e prek, se mu, sinqerisht, mu nuk më pëlqen hiç. Ashtë edhe pak faje jone, se nuk duhet me i njek këta njerës. Po shkon në rinia, se Po shkon rinia... në rinia, por shkon për rinia, por nuk duhet me i njek. Kur kam qenë ri, Se kur kam nuk i shku njeh, se nuk është vin gjë ma. interesante, duke gjë. Po jam vjen një natë një diçka, sepse i kena disa artista, kena shumë artista që janë të talentum, ka një zant jashtëzakonshëm, ka një reporter, ka një karrierë shumë të madhe. Po të shti, janë pak
Mas kena nevojë na me pakën tu për drall. Kena këtu, i kena më të mira në Amerikë, i kena më të bukura, më të mira me dashma me pa femna tu për drall, me pa atë para mrapa si për poshtë. Kupton? Mendoj. Ti ke shumë drejt, po nëse mendon që të po vinë me xhublet. Jo, nuk ka nevojë me xhublet. Unë tham, më arë këtu se bajnë mramje, bajnë shqiptare. Po. Më arë me këci, me fol, me qesh, nuk tham unë, nuk jam ashtu, se s'po du me ba fanatikon. Në ashtu ndryshe me kanë në vesh modern, edhe ndryshe me pas njeriu disa limite, sepse ti me atë veshjen tane, ti ose respekton atë tjetrin, si i të respektulla tjetrin, që ka ardhur me të pa ty, ose ka herë dhe ula tjetrin. Po e dina shumë mirë se si disa këngëtar, disa këngëtar njëç kanë. Ja njëç kanë, po me një gjë janë bëhet famshëm. Po, se nuk është bëhet famshëm. Me një gjë janë bëhet famshëm. Prej zonit. Se nuk pa dona me dalë adin me edhe prej shdeshjes që unë kam shkolle në disa koncerte të tilla, dhe ku ka kënu edhe ka qka ba? Ka qka kënë tonë ka nga saj. Po dhe nuk shkan me ba shipen e veshën në atë mënyrë. Vjen shumë keq, nuk mund në shte edhe me ba traditen, edhe me prezentu vedin në atë dhej mënyrët. Ishim pra 2 vjeç aty të një salë këtu që ishim lau shumë, dhe me thonë, pak note valën e Tërpojës, edhe valën e Rogovës, edhe të kësi në brejken raqipeta. Të shti, mund mi ka në vajzat edhe gratë në brejken raqipeta. Por, nuk më kanë mi pate, sepse s'du mi pa fëmija, mi pari një ajon. Mas ta zgjasim këtë, po kisha fjallën që në Michigan, po përgatiten të gjitha institucionet, se kena shumë institucione, për me festu sa ma bukur festat. Edhe të gjitha institucionet tjera, si televizionet, si revistat, si gazetat, janë të mundu me mishë me shpirt, janë të ratë sopë ditë e natë, si me postu sa ma shumë, si me qitë sa ma shumë, për aktivitetet shqiptare, se si banë këtë në Michigan, edhe është i fje konkurencë, po e konkurencë e banë mirë gjithë kuj, se dikush është ma profesionalist, dikush mendon se ka kuj shkollën për gazetari, edhe është ma jaftë, por njerëzit din me vlerësu. E përderisa njerëzit din me vlerësu, është gjoha mirë që të tanë bashkë të pasqyrojmë diasporën në Michigan, sa bukur e festojmë emigrantat. Gjithashtu, gjithmonë, të përshnet dhe të uru njerëzit tonë, bashkë atletarë tonë, vlazën dhe moda tonë në për troje tona. Apo në diftan të tësh se së të milgoja, i po si gjinkollë së në të. Përqa. Që po... Qarë plane shketi për vitin tjetër. Të kujtove se harrumena. Pa përra? Unë me thanë drejta, nuk kam shumë plane, se gjatë, unë tanë jetën teme, edhe kur kam kënë në Shqipni, për shembull, kisha plane, me dal, me ble ku ishe e ri, me ble 1-2 tasat vogël farlu le dillit pjekme, ma nëjna me shku me ble një paket tarabash dohan, me shku me pi teke fernet, po atë ku janë shtu bashkë. Kësho, qa ka këne me drellën. Një e pra tarabash ka me drellën, pas ka këne edhe partizan, edhe janë kënda cigare e tjera, po du me thanë, e u kujtova, bravo ma njëll, jam këta ishim planet që i basha parë se më dalë për shpijet, nuk o realizoshin të na, po disa realizoshin. Kurse, si e tha Gjoana, parë më pëlqej që ka herë na lypim shumë Gjoana, por nuk shohim sa të mirë të kena. Gjoana tha, unë i shadën zoti, nuk nëshan kur gjatë që kam, edhe kam qef që këta që kam me i majtë. E kam një shpreje këto në Amerikë që thotë njeni, o zët, më ne pi shpit mirë, o zët, më ne pi makinë mirë, o zët, në pare. Një dit, zoti u mërzit me të ty lypë shumë, edhe jo këthu i tha, në gja tha, do të napë tha, qa ke nevoj, ja që do në ti. E pra, na duhet me menu që zoti, na ne qa kene nevoj, duhet me kënë shumë faleminderit zotit, absolutisht. Sepse ka njerëz në përbot që nuk kanë shneten, ka njerëz në përbot që s'kan, nërse kanë hupi gjymtyr, kanë hupi ose një pjesër familjes, edhe duhet me falenderu zotin për çdo gjatë që na bjen, edhe të mirat, edhe të këqijat. Edhe une nuk kam një plan specifik, përveç se mi kushtu vëmendje këtij podcastit, sepse unë e bëj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, edhe i shoh dën zoti, njerëzit që janë të na njek, vazhdojmë na njek,
Gjenë të na diqa që unë nështë të kërë nuk e kuptoj që gjenë, por gjenë vetë vetën, edhe më nëjë një në arsypë se në një konështë se ne jena emigranta si ju, ose më mirë më thonë, jena shqiptar të tanë bashkë, e jena të tanë barabartë. Nuk ka rëndësi çfarë statusit kënë këtë jetë, a je pareli, a je fukara, a je profesor, a je karrocier, a je doktor. Jeta është e barabartë me të tanë jena në rrugtim, një ditë kena më shku, por respektin dhe dashnin ja kena bërë njëri tjetrit, jo vetëm familjes, por edhe shoqënisë, edhe të afërmit tonë, edhe me njerëzit që jetojnë për ditë. Po kja pra ndoshta që e kena përmend sa herë na bën ndryshe, se janë një njerëzit me këta me disa ashtu quajtojnë profesionista këtë atë rrot gjoksin, unë jam kështu, unë jam ashtu, janë një njerëzit. Ka i këtesh aja ko. Edhe di qa se përmend s'ka faj. Ja, po njerëzit sot dojnë të vërtetën. Janë shumë të rrallë ata njerëz pa filtra. Një dojnë njerëzit sot. Nuk dojnë ma filtra. Kështu që kja gja na bën ndryshe. Dojnë me një bisedat sinqerta, dojnë me një biseda që gjajnë vedin. vetin, sepse me të thënë drejtën, pa me dash me një lajme, s'ka nevojë më orë të nëmë për me një lajme. Qose da me pa një emision shkencora, me kafsha, me lula, me politika, me ata, janë tanë stacionet unë për shembull episodin tjetër. Po ti vlen më Unë kisha thënë që vitin tjetër, ju lutem mos i merrni këta gjana me vedi. Mos zallos vlen me përfundu fjali, e mandajnë një kaq mend janë edhe këta upa i. Vërda. Ba me edit ju sa mirë shkojmë në Elvisit. E kuptoni se këta dy keni tanë kohën. Jo, ndeshtë me thënë që episodin tjetër, unë du me folë për arterjet e zemrës, se si funksionon infrakti, se si mund me paralemru, me paralemru ulqren dhe shëndetin të kena. Dhe me thënë, Doktor Marko da më thanë. I shoh disa podcaste, disa emisione, që... Në dyfta. Ka dojë sa torë, 2006, a ke go bolla dhe i vjetë rështë. Jo, vërda. Jo, vazhdo. Jo, e kisha fjallin që i shoh disa podcaste, disa emisione, që janë shumë bukur të tana, pa përshtim, por thrasin në emision për shkakun këngëtar edhe flasin për yjet e hanin. Ose thrasin një sportist edhe do me fol për politikë. Ose thrasin një politikane edhe politikanja din, edhe filozofi, edhe sociologji, edhe teologji, edhe fizik, edhe biologji, dhe me thonë bëhen tanë shkencëtar. Jo, ma ja, se në kena shkencëtar. Punarë se shqiptari me ndonë se i din të na. Që del para mikrofonit, nuk je një njeri jashtëzakonshëm. Çdo njeri ka profilin e vet. Por mendoj që njeriu ka vetvetja, edhe kur thotë historitë e vërteta, atëherë mendoj që është më i shikueshëm. Unë sot ka marrë në episod me pa Markun. Faleminderit. Edhe në knoqin, fakt se tha, nga që ke folë të në vitin, të shta du me të dani fje po shem. A dhe thoshën, faleminderit, du me diftu i Barcolet. Pa. Se në gjë, se pa me e kujtu Barcoletin, ka me njëtë, edhe po jam marrë në këthes, se do në me marru vitin pak të në Barcoleta, marrë burë, se kena po jena të folë për festat, edhe nuk ka fest që nuk ka pak Barcoleta, ka me gjana. Në gjë, unë po i marrë Barcoletin, po në këna në i kongë sonde. Ja, me kënu zdi, për bes, kisha dash me kënu, se ba me pa kënu, ma nëjna, kishin najt të na kamerët e televizorit, ne, 24 orë. Ishte njeni, Gjero Kastret. Dhe punote në bashki, në Shqipnie. Dhe sa i vite koha e misdic me dalë me pi kafe, i cingare. Merte cingare, bate gati, ullë të poshtë, dhe ishte një dyqan që shqitte shkrepce çakmak. Dhe shkotet e i shqitë, si thota, po mandezi këtë dohen, po marrë thota, i dite, 2 dite, 3 dite, 4 dite. Mas 2 jave ja pruni shqitësit është me hunet për dit. I thot, po të bleje marë burë, i thot, i qak maka, i shkrepca, nëse këtë dohen ma, ta bleje. Unë e kam këtu ma, po s'du më harqë
Bukur kja. Ka shkoprat janë Gjiro Kastrit, e? Kështu thojnë. No, Në Shkodran. I ka me Gjiro Kastritve se me thanë vete na kena shok Gjiro Kastrit edhe janë shumë kavalera. Në gjë, më kujtu, se maj më në tonë Barcoletën, po kishte ardhur një Gjiro Kastrit, so kur u bona vetë me diftu Barcoleta, mas me të kush më kam. Jo më shumë mirë. Edhe jo, kujtova tesh me krahasu me Shkodranin. Ma ka diftu Elvisi ka herë më t'i kujtë, s'di si e kujtova. Edhe kishte ardhur Gjiro Kastriti në Shkodër. Del për i trenit, edhe rësu, i kishte treti 50 leksh. Shka e hajde të kërku. Nalit i Shkodran. Atë ka trej gja? Pa marë, thot, më ka trejt 50 leksh, i marë po se gjaj se kam të shdy sa haqizë. Pra i thot këtë selën, po prit marë, ta nëzimi këtë 500 leksh të kërkuj, në baj një fje drit. Dhe me dha Shkodrani nëzi 500 lekshin për mi gjithë 50 lekshin. Dallona në Shkodran gjithmonë të lëvdu vetin. Harrajetesh. Në gjë, kam thonë që kina ken kavaliera, kina ken dhe me thonë gjymerta, dhe me thonë i kina pasi fije këtë anën. Adini atë Barcoletën e Mondit, e Mond Halili, dhe vjetër është pra shumë e bukur. Mond Halili i dit të jesë në për Shkodër, shefi vajzë që kishtë hapë për emigracionit, se kishtë e pa shumë viti, po ku e mërë Mondi, si e i mirë më i moze, e thotë për si e ti, po kur kjo me moze, pa e ma ardha, të thotë Mondi, hej, në Gjermani jam mirë, pa mërë Mondi i mirë, thotë, o Mondi, thotë, hej, thotë Mondi, sa djeli mirë ke kema Mondi, thotë pse, a man mend mërë, thotë, në 4 natës, thotë, shkoshim të treni bashkë, thotë, shkoshim Tiranë, thotë, po e ma i mend, nuk në kitë thanë kur i fjallë, thotë, po e di, a mon meni thot marr ktheheshim për Tiranë thot. As nuk preksh as kur gjë a mon men. Po më meni thot Mondi. Ai ke ndjali mirë. I thot më pas mbakani zë gomorit më i thot. Gjoan rralla jote. Ja, unë nuk jam për Barcoleta, unë jam për muhabet. A, muhabet me mirë se dush. Barcoleta. Na për muhabet pra. Pa baj muhabet me bukush me lan me ba muhabet. Po fitni pra, ha. Unë fakt kur më pyet ç'a dal me ndryshu vitin tjetër po ta frik, më u thon. Po tash jam liru i fije. Ha, vjen, ama na. Ju mër vitin apo të frikni, apo të frika kanadiese, ne ju për një t'ju e më largu i fije. Po vitin tjetër që du me nënshu ashtë, du me fol ma shumë. Në podcast. Në gjë, ti shola na jep leje Margo se ky si do me mbyll vitin edhe mua s'vlen ma me fol. Jo, jeni të më akuzu mu kat sinqerisht, sepse botnisht me statistika. Në tanë kulturët e bozë, në tanë emisionet e bozë, në tanë filmet e bozë, në tanë femnat flasin ma shumë. Femnat flasin ma shumë. Unë midis dy femrave më akuzoni mua që flas më shumë. Po ju si më goja. Fakt një vrejtje, dhe një për kështu vrejtje dhe me thënë me kuptimin e mirë të fjalë. Ne dyjave dhe kishin thënë na leni marr kur rahat çash. Po i ditë, më ka kena ja ditë që s'po ja përmendim temën edhe herë se po çohesh. Shive Marko mos e nu. Është vërtet. Puna në emigracion është shumë e egër, shumë e fortë. Është shumë e vërtet. Foto dhe punë gjithë bashkë. Puna në emigracion është e egër. Harrone. Mas shkoni kon, rrini ma mirë aty në Shqipëni. Në gjë, mas bani podcasta se shive çanol, shive çata hik Marko. Marko, që qysh se ka fillu podcasti? Është nosh. Për me? Tu nej, jeta i ma. Jo më jam, nuk duke se jam shnosh. Nuk duke se jam shnosh. Dhe më thonë ke marrë vedin, marrë i ba ma i bukur e je gjallnue, që në isin sytë nërëshe. Përsa ma kanë i marru unë për para. Nuk di Barcoleta, po më kujtojt kja zylit që tha, mas më shifni, marrë sa kështu për jashtë, dhe se për mërëna jam i rënu. Tesh, edhe, ja ma ja, atin që me në jonë, na kolon kja oda, na ka lani hije tjetër. Na ka rinu, më. E ja oda thjesht si oda, si podcast, po kja oda e male, jona, kja familia male, këto njekësat ton, kja dashnia që marrim, na ka nëshu edhe pamjen, jena shumë në na knaq çdo koment, çdo mesazh. Ja, na përmend se thotë Joana, jena shumë. Mos e lën vojzën me marrë fjalë. Ja, marraj. A di se për tjetër, më jo. Na thënë për të janë festat e gëzuara herë për shumë vite i tonëve, ndoshta ti molli zot ton ëndrat ju vajzat e reja fejoheni, djem të ri fejoheni edhe jo, aman fejoni mërtoni me shqiptarë se s'ka gjë më bukur.
inshallah sukses me biznese, me pare, ma shumë, me shnet, ma shumë si jetën zemrë ju gratë, lyni flok, lëshoni thajt, tesha të reja, ju burrat runu, pastrono, pini ka i gojt atje. Morgun janar, ko me keni rumi krum. One janar, ruhem, në janar, që e them, ma ne tanë vitin, keni si bobazhen. Run për vitri. Në gjë mas harroni, me 31 dhjetor, Zoti Marko ka ditlinjen. Zoti Marko. Nuk na lën me thirrësh, por Zoti Marko ka ditlinjen. Kështu që mas harroni me avu njërim, djalit majeni me të mira ditë. Ja, se datlinja kot. Jo, datlinja nuk është kot. Datlinja, jo, datlinja s'kishe kënë këtu pinon. Jo, datlinja është kot. Njëri është i manipulu me këta datat. Njëri ka vetëm një datlinje, datën që lind. Këta tjerat janë kujtim kot. Ja, po ne falenderojmë Zotin për atë ditë që kina lind, dhe kur e kujtojmë, është thjesht falenderim prindve, që të kanë prunë këtë dynja, me shiju jetën. Po faleminderit nanë se babës shumë. Jo veç aja, po unë mendoj që çdo ditë linje është edhe një falenderim edhe më i madh Zotit, sepse kena bë edhe një vit më shumë. Po dakor ma ja them për ditë, falenderimin për ditë. Po ka dhe edhe ka pa egzagerojmë i fije me. Unë s'po them që po një sekond se ky kujtoj se i tha me ka ditë linje dola me qutesh këtë me shit. Ja, ma çoni rekomen bini ne pesher se më çuma se çoni rekon. Çe dan, ne avion privat, ne ja ma avion privat kam po, ne avion publik. Avion privat e kam. Më kujtuaja Barceleta, tash kishte dol i tjetër, në fakt, është e thonur shumë herë. Ke filluar me bë marak me tonë Barceleta, aty po na bajnë keqmaj. Ne që pas bëhem humoriste maj. Mas asaj Barcelit të fundit marë, këtë unë s'kam qith në ndihmë ose ma ba shumë me qesh. Ja, po nga që the këtë punën edhe me të marë në avion. Kishte dal një reel për Santa Clausin edhe babagjyshin e vitit ri. Edhe i shkruan babagjyshit, babagjysh, unë du për vitri një të dashur. Edhe babagjyshi këtë përgjigje, banu më reale, edhe ne gjatë jetër. S'ke nevoj me kërku dashtën. Të dim shumë gjana. Na një thime babagjyshi. Ashtë gja bukur për festa, se kush ka fmi, dhe më thanë morë të vazar, që janë fmi të veqel, knaqen ata, se më thanë si ja bjen babagjyshi, ata lojnat, po faktikisht është baba nana që punojnë tanë vitin. Ka dalë, mas e prish këtë, sepse nështë kena dhe fmi që në njekun, edhe dikush fmi, ala se din që babagjyshi nuk i bjen. Babagjyshi ju bjen lojnat. Me thonë drejtë, në këta fmi të ditë vesot, me i din tana. O, kena kënë budal na me manjole, me gjona, nena kam rejnë. Kam gjithë, më thotë dhe baba mu, kam gjithë, babë si kam letë, kam gjithë të Zamako. Po gjone te Karajfilet, marrina ne hashëm. Më thoshin kena gjithë drana filë për një vjen plagë vitit e i prej kaminit. Po janë shtu marrë, është legjena ashtu? Po këta fëmija sotit nuk i hajnë të rena. Okej, tesh pa diftu historin, është e vërtet që St. Nicholas, Shënkolli, ashtu ka dalë historia, që ka jetu në vitet 400, ai për delte edhe të dvarfnit ja helte prej pigjereve, ka dhe më thonë lekt edhe ka pështu shumë fmi, edhe kështu ka met legjenda që është alamsat. Kështu që është e vërtet. Po. Sikur të kishim edhe njerës, se njëri ka kanë edhe Shënkollin, sikur të kishim edhe njerës që vazhdojnë me një traditën edhe se bota është shumë e ndryshme, edhe gjithmonë ka kanë thojve pa drejt, por më duket se vazhden me kanë edhe ma pa drejt sot që kena ma shumë, sepse janë ata dy ekstremet, dikush ka tepër e dikush s'ka hiq. Po e the pak ma për para, që këta që kanë tepër, dhe që pa fyker ganin, ka pa gani shpreje, se u bana humoriste sonë dhe ka fillu me pa përshtypje mirë ta vojsa. Ti ki gani humoriste gjithmonë, dina ki pa përshtypje. Na ki ba. Pa fyker ganin ta ka ra leko dhe ndorë të horit. Edhe adin qa, jena ba me mu prezentu edhe herë, se s'pët njofim për të herë kush jeni. Ja, për të shemë rapa të vëdham përshëndetje, jam Marko, humoristi. Ja, me ja, se humori ka herë, humori ka atë thumin mërën që ka një kuptim, por shqiptarë ka një veti, kur festojnë, kur vinë festat, pavarësisht çfarë ekonomie kanë, e festojnë.
një ashtu arnohen, marrin bërgj, pa bërgj, punojnë kursen, i festojnë festat. Është një mendim në përbot që thojnë disa shtete janë të pasuna, disa shtete janë të varfna. Unë nuk mendoj se ka shtete të varfna. Edhe Shqipnia nuk hinë në shtetet të varfna, po ka popuj të varfin. Shqipnia është një në shtetet më të pasuna në Evropë, ku vjen puna për mineralet, ku vjen puna për... Ja bëllon zoti. Po, natyrën, po që po. Po edhe pasurit naturale i ka me kram, me bakar, me naftë, me të një në tjetër. Por, fatkeqësisht, populli ka met në nivelin e varfnis. Pse? Politikat e huja, politikat e mbrëmshme, po dhe politikat e jashtme, që me që afesa s've përmendin, por i shatan zoti që në vitin e ardhshëm dhe vitet tjera vendin ta drejtojnë njerëz që e dojnë popullin e vet, e dojnë vendin e vet, njerëz që janë patriot, njerëz që janë të fortë dhe që nuk i blen leku, nuk i blen fama, nuk i blen as pozicioni i politik që mund Një krahasim i vogël, për shembull Dubai sot, vendi më i bukur ëndra, du me shku në Dubai ose kam qenë në Dubai. Edhe pa fotografitë e Dubait në vitet 70, shkretin. Të merr. Po. Edhe sot është pika më turistike ëndra, si thojnë shumë njerëz. Ku ka më bë Shqipnia më bukur se Dubai? As nuk e vëm dyshim. Po Shqipnia është më bukur se Shqipnia e ka bë zoti. Dubai e ka bë njëri. Po, ka bë është Dubai është një shtet. Më fal, nuk më bukur ke drejt. Ka më bë ndoshta njëç me famë sa ka marrë Dubai, sepse ti ke drejt se Shqipnia ka bë zoti, ka atë relievin më të bukur, ka natyrën, ka shumë gjëra Shqipnia që Dubai nuk krahasohet. Po dhe herë derisa më thonë se unë kur kam marrë në Amerikë në fillim e nisha vetin inferior për i tjerëve. Shqipnia vendi varfën, njerëz të prapametun, por jo. Na nuk kena njerëz të prapametun, na nuk kena shteti varfën, kena disa probleme të mbrëmshme që avash dash zoti kena me rregullu, por na duhet me kenë krenar, se jena shqiptar. Atje ku jetojmë, edhe duhet me kenë krenar, kudo që jetojnë në përbot, sepse jena ratë e mirë, jena njerëz dashtën, jena njerëz që kena diftu, se dina me punu, dina me respektu, dhe dina me mirëtu. Po më këtë një 31 vjetë kur ke ardhë, kur i ke thonë dikujt në Shqipni, dhe më thonë jo gjithë kuje, po thëmë disa njerëz, as nuk e kanë ditë se ku janë. Po falë emigrimit, edhe punës që kina ba... Ti bëtu për Amerikanët? Për Amerikanët. Se jo një Evropianit, po një Amerikanit, kur i ke thonë Shqipnia, ka thonë ku është, se kanë pas idenë se ku është. Por falë tanë nesh, që kina arrit, ku kina arrit, jo na po tanë shqiptarët në për tanë botën, ka dalë emni jonë, i kina lanë një emën të mirë, tësh jo, më në me thonë që jena tanë absolut të mirë, por jena shumë mica, shumë të mirë. Kena arrit tana nivellet e punëve, në për gjykata, në për spitale, dhe më thonë doktoratat, në për avokata, inxhinjera, nuk ka fush që nuk ka shqiptar. Pra jena një këmb i mrekullueshëm, të mençur, me tana ne kallon zoti si tokën, si natyrën, si atë, po në kallon edhe mend edhe ne. Kështu që s'ka më bukur se me kenë shqiptar, edhe s'ka më bukur që kena hap emnin, që tesh kur thojnë po e di se ku është, ose kam kenë, se kanë fillu të ata kruzet, kanë ba, dhe më thonë që dalin, edhe është ba, kanë marrë emën, edhe del, në fakt në ato, kur i shikon në vendet më vizitu në Shqipnia, është dhe Shqipnia, edhe shef për shkakun një Kneci, kur shef Beratin, Sarandin, Gjirokastrën, vendet Shkodrën, se janë tanë Shqipnin, pamarësisht se na gjithmonë flasim për Shkodrën, po pa marrë prej jugut e në veri, jena me të vërtet, thethin, se janë shumë pika fantastike që jena krenar prej ku vim, po edhe se kush jena. Edhe mas tanë ty në arritjeve, gjithçka që kanë bërë shqiptarët, ma kërësorja dhe herë, është që jena njerëz me zemër të male. Edhe herë në përgjithësi, po në përgjithësi shqiptarët njihen për njerëz të mirë e me zemër të male, që është më e rëndësishmja, sepse e kena thënë disa herë që nuk është profesioni që të bën të mirë, as nuk bën njëri, as ajo të jep një ndoshta një jetë më të kollajt, më të mirë,
por në rrallë të parë duhet jesh njëri edhe shqiptari që ataman shqiptar me plot kuptimin e fjalës, na jena njerëz të mirë me zemër të mirë. Kena të sidren. Alo, më thonë, ndoshta brezi të ri se s'mundem për me fol për brezin atje, por prap, na shqiptarët kena i fije, nuk e bajmë se kena sidër. Unë mendoj për me e vazhdu këtë që pa thoni jo dyja, keni shumë drejt, të pas parasysh numrin e shqiptarëve që jetojmë në vendin një është i vogël në krahasim me shtetet tjera, pra është i madh në numër të emigracionit që kena dalë. Mendoj që emigrantët, pavarësisht asaj shtresë të vogël, asaj përqindjes të vogël që i shohin nëpër lajme, ja u kapen, ja u banë, ja u kthyne, emigrantët shqiptar janë një shembull. Në bërtana shtetet e botës, na i japim një shembull të mirë. Por, një diçka kisha pas qef me thonë, tanë shqiptarëve, nuk duhet Shqipnia ose Kosova ose troje shqiptare vetëm të bash Shqiponjën. Nuk duhet Shqipnia as troje shqiptare, as komi shqiptare vetëm të vu qeleshen ose të vu plisin. Një gjatë vogël mundesh me ba. Mundesh për shembull me ecë me rregulla me makinë, mundesh plenat me janë kosh plenave, mundesh me respektu kujshin, mundesh me respektu mësusin, mundesh me respektu shokun, familjen, mundesh me vu flamojnë shqiptar para shtëpisë tane ose në makinë, dhe me thonë një gjest i vogël, mundesh me e ba, nuk është vetëm Shqiponja, a kupton? Për me majtë, sidomos në trojet tona ku jena, janë disa rregulla që i shohim në për botë që për shembull këtu në Amerikë, amerikanët respektojnë. Pse? Munohet me rujt vendin e vet, munohet me rujt lagjin e vet, qytetin e vet dhe kombin e vet. Pra edhe na sadopak na duhet me bë për vendin tonë. Jo vetëm simbolet, por edhe veprimet. Në gjak, këtu kur ardhëm në fillim para 100 vjetëve, se me të e thonë se Sovjet kene, ishim bë për shembull futi qim qakes në goje had letrën tokë, edhe në thonë $1,000 gjoba, po me helm tokë, tak fil në gjepna. I herë 2 herë po më nëjtë bëhet ves. Po. Dhe më thonë, e të se kalume për një temë tjetër, por a dinti se vazhden alakja puna që mban mu për shtypje, kur shkajnë në Shqipni, që njëjtit njerëz që e bajnë këtë që thuti që e fusin në xhep në vend huj letrën, kur shkojnë në Shqipni, në vend e hallin prep në tokë. Pse na në Shqipni e bajmë prep njëjtën gjë edhe ndryshojmë? Pse mos tinat njëjtit njerëz, pse mos na dhimbet vendi jon me e bëj gjë, edhe pse nuk bajmë njëjtën gjë që bajmë vend huj. Që është shumë e drejtë më bën, nuk është një diçka. Në fakt se ti shkan më shpesh edhe ke vure, por në qoftë se je edukuese, për shembull na jena eduku këtu, nuk mundesh të jam Shqipni edhe pa shumë edukim aja punë, pse da me hellti plenat? Ju i keni pa më duket. Prej katit 5. Alaj hedh mas më thuj që e Ka edhe për aty në që vazhdojnë alaj hallin prej katit 5. Ju i keni pa më duket para një 2 javësh videot që kanë ardhur prej detit Adriatik, domethënë ishte një turp edhe shumë e dhimbshme me pa një meteorina që erdhën dolën në breg. Pra aja është pasqyra jon. Këtë thamon. Mas të njëm detet tona, mas të hedhim meteorina në Lumej, mas hedhim meteorina në Liqen, sepse na shkatrojmë vedin në atë njërë. Ashtu në fakt Unë ja se po du me bate edukumin, ose po du me bate se unë jam ai që nuk bëj gabime, ose po, këta janë disa këshilla që nështë atë të rinjt mundën me i varë vath në vesh. Tesh po me bëj i fije Amerikë, që po mi thonë, po me hell, po me të zonë të hellit cingore në tokë, është $1,000, s'ma do mandje që hell mua kush cingore në tokë. Ja, se edhe në Amerikë hellin plena anë e këte, edhe në Amerikë ka vende që janë skandaloze, po të shumë së tha me shku. E kam fjallën që njeriu duhet me nisë se në shkollë nuk merr edukat. Në shkollë merr dituri për një degë që shkon. Edukatën e merr për familjes, edhe edukata është personale. Pra në kjo se ti nuk edukon vedin me rujt, jo vetëm vedin dhe shpinë tane, por gjithashtu edhe qytetin ku jeton, ose fshatin ku jeton, aja më të regon se ti je tamam patriot, je tamam që e dënë vendin tanë me gjithë zemër. Ashtë edhe se për shembull dikush shpinë e më në dritë,
po kur del jashtë, e hell kudo. Na kena Pak shumë raste. hipokrizi. Na kena shumë raste. Për shembull, se s'po donë me dar për temës festave, po më që pas gazim i fije, s'dina çfarë bëhet smohabet. Ma që kine me blej shumë gjana shkon për për festa, shembull- mos i hellni vend pa vend. Ja, Mënoni ja, me hellni jo, për të ku duhet. Ti e sheh për shembull, Ata letrat që i shtjellni për sheshet. janë ba 20 apartamente, e rruga aty është e njëjta rrugë qysh në kohën e Enverit. S'kan makinat ku me kalu, as kanë ku me hall plenat. Domethënë nuk ka një farë infrastrukturë po. të posaçme për tanë ata njerëz. Nuk ka, po për shembull për flas për në Shkodër. Ka kazana plenash, boll për me hell. Edhe prep një aty nuk shkon prej tanë me shku për me hell. Ja, rrallën- Kështu që ja din çfarë, me llan justifikime njëri, kur ne justifikime mundesh kena me fjallën se tash për festa, kena me Po, hanë nice, shumë, flasim kena me diçka, trejt shumë. flasim- Po ndrojmë te Pa. se kena hikti muhabetit dona me kap 2026. Dhe Po ndrojmë temë dhe me thonë të myllim misionin. On kam, ja, si s'kena me myllu pak, on kam pyetje. Hera parë që thot Marko, jo s'kena me myll. Ky ta myll 30 Qa, herë. Po. çfarë pijesh keni të preferuar që doni me konsumu për festa? Se da me na prua? Ja, se kam mend po. E në kena bjeri të Çfarë mërë? bëndi Manjol? On për vetis para pi alkol, shumë pak pi, po Ku kur e pi pin në pak, fakt, çfarë pin? i fije vend kuqe ma. Vend thonë. kuqe, Pa, i kam gja babit. Po ti Gjoan, Unë raki. raki kuma, raki rruzhe Rakiaret. No është edhe koma, se thuj 2 herë. Unë nuk është se të shmanjula për nga banë mundini se ta unë nuk të pitha dhe të Pa bëgë jeme janë, dhe më thonë, Të shti sidomos për festa ka lezet njëra, din me Po. qu një gote, me ba një ore, me kështu, unë nuk ka se kam fort pretendime. Unë jo ven, edhe birë, edhe nej pije kështu koktejl, Koktejl. edhe qa da, nuk kam shumë pretendime. Rëndësi ka që atë goten, kur ta neshi, e neshi me Jo, njërë se se kisha për dashtën. pretendime, po e kisha fjallën qatë pëlqen. Qa më pëlqen tamana? shpirtin ku e ke. Ja. Më Jo, pëlqen... Ja, s'do me na diftu. Njerëz dhe kanë një farë preferencë dhe kur vjen pija të pija ose të ushqimi. Unë ja di se që ako. Unë herë në Shqipni kur shkoj kam qejf me pi vetëm birë. Pse se është ajo vera e zetë, edhe kur të vjen ajo krikla në Shqipni, nuk ka gjë që të bën më mirë edhe ta shun atë etjen si aja. Nështë në Shqipni Amerikë, sidomos. pin venën kemen, të shket dush ta blej. Oh, Na, edhe na këtu në Amerikë, dije Ja, që me ka se s'ka gjithë bolle, fardhej, se s'ma blena. ka gjithë fardhej pijesh, por kena fatin që kanë ardhë dhe importohen pije prej vendeve tona, dhe më thënë vinë vend prej Shqipnijet, raki, A ke provu? po si kam provu. Unë bile thënë drejtën rakin, kur e ble, jam të ble raki që i bëhet në Malësi, edhe në Shqipni, edhe në Macedoni. Oh, okay. A Po. ke vuri që kur vjen ka herë Rakia më mirë. Ja, une, kur vi këtu në podcast, më ka thonë Elvisi, më ven pipin. Pas më një mërëndë, Ruiz e pin. Mark veç Pa ata që më esol, njofin e dinë, so në spijë më ashtu lojna. është. Na jena Nuk tonë pi veç. si në alkoolistët, më thonë. Që i thohet kur si alkoolist? Si alkoholist. Një eso. Esol. Na dhe më thonë punojmë tonë esol. Na s'kena nevoj me pi Po gjo. për festa, tonë duhet Jo, me por- pi. Pas kam pi, pas harroa se pas kam pi. Me migju mu e keni se të shktyne festave kena fol për festa disa episode nga që ashtë muji që duhet me ja dediku festave Patjetër. episodet, por më duket ta lajmi shto mas ta prishe. Ja, Ma mirë kështu me shumë qetësi mundesh me vazhdu edhe mi imlell këta gjanat, me mbyll emisionin, me ba një urim fund vitit, këtë fundit, urim të fundit për këtë fund vit, Për këtë fund edhe vitit. për këtë vit, edhe mandej ma po, mu taku vitin tjetër që duket shumë lërg, por ashtë shumë për i afër. pare, për shembull çohet i ditë Marko thot, hajde me bëjmë mision se s'lihem mirë. M'duhet se s'ban me thon diçka. Ka i herë në tërhej ky shkron. Dhe na vjen me bëjmë. Jena për Markon bëjmë ma shumë se sa një Ju emision. mundeni me m'akuzu si deni i pranoj të gjitha, sepse luftat me gratë, Innocent. luftat me femnat nuk fitohen kur. Nuk fitohen. Innocent. Marko ka mësu. Me ka mësu. Me Good job. vonis po e kam mësu. Pa. Nëgja, atëherë pra primejet, ju uroj që në 2026-ën, nështë sepse kështu du me e ba dhe vetë,
du me shkru një kapitull fantastik. Se që du me shkru të e kapitull, absolutisht nuk e di. Por, se do e bëj fantastik, as nuk e vend dyshim. Kështu që ma mirë, mendonjo, edhe thuj, a din qa, vitin tjetër, du me shkru një gjatë bukur për jetën teme, që do që tjetë, ajo që ju ban ju të lumëton, të lutëm bane, se s'ke mu pëndu. Që do sakrificet që do me bane, sepse ja vlen. Sepse në këtë jetë kena mësu që dit nuk i dina, jena i të shito, pa jena nesër atë nuk e dina. Atëherë, fali dashni vedit, duj vedin, edhe ban atë që të ban të lumëton. Kjo është mesazhi jam. Gëzuar 2026. Edhe unë ju uroj tanë shqiptarëve kudo që janë në përbot, gëzuar vitin e ri 2026, uroj që jeta juaj të jetë e shnetshme, e suksesshme, si ta keni qejf ju dhe si ta androni ju. Kisha me thonë vetëm diçka që mos e mundoni me e gjetë lumtunin tjera kon, po gjeni lumtunin vetvete dhe mundojeni se jena të përkohshëm këtë vend, mundojeni vetëm besimin Zot, se pas Zotin asnjë nuk munda me ecë përpara. Zoti ju bekof ju edhe familjet tuaja. Edhe mu me që ma lanë rallën, tesh në fond, deshta me balon një urim, tanë ju që jeni të e festu këtë vitëri tanë bashk, inshallah gjithmonë e festoni bashk. Jo që jeni të e festu vitin e ri, lërg familjeve tuja, lërg njerëzve tu i dashtën, inshallah o Zot, sa ma parë bashkoheni dhe festoni tanë bashk. Gjithashtu deshta me ju drejtu disa njerëzve që këtë vit ndoshta kanë humbë, edhe njerëz e ty në dashtën fizikisht, inshallah Zoti ka më allan forcen që t'jetoni me ato kujtimet e tyne, sepse njerëzit vdesin vetëm kur harrohen. Kështu që inshallah për ju një vit më i lehtë vitin tjetër dhe për ju tjerët ju uroj një vit sa më të marr ashtu si ju don zemra juaj. Për e udhës podcast, për e unë Manjols, Elvisit, që ka lanë edhe të njëjtin mesazh me ne, na ju urojmë Markot, po ka me thonë vete, edhe Gjoana, ju urojmë një vit fantastik. Fantastik, shnet jetë bereqet që t'ju dojnë e bardha zemër. Edhe njëherë gëzuar për Oda podcast këtu në Amerikë. 2026, mirë pashë. Gëzuar Oda podcast 2026. Gëzuar.